Atëherë dashur, kam sot të ftuar në studio për biseduar për verën, për baletin e për shumë gjëra të tjera, balerinë e njohur të Teatrit të Operës dhe Baletit të Maqedonisë, Agim Baftin. Përshëndetje, shumë kënaqësi që të kam sot në studio. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar. Atëherë Agim, se do të tentojmë të njohim pak ndoshta më shumë, dëgjojmë mbi rrugtimin tonë pak më shumë, po ashtu edhe pak për relaks edhe mbi verën dhe pushimet e gjithçka. Po më thuaj pak se kush është Agimi, pas skenës, ose kur nuk je në skenë? Si një njëri thjesht. Do me thonë në, si të them, si kretë shqiptarë që shem. Do me thonë normal. Si do të përshkruani njerëzit, ata që të njohin shumë mirë? Çfarë tipi, çfarë karakteri? Po do me thonë, unë si shkupjan, me thonë me një fjalë, për që ata edhe kur flasë si gjuhën e mahallës, që thojmë ne, vim nga një lagje për qajiri, dhe me thonë, që jam rrit për rrethina ketu më njofin, si një djalë që di, para se me qenë balerin, do me thonë, si fmi, me thonë, kum shi cigare në pazar, do me thonë, dalë dhe me naj qajtore të në djetë në shkop, do me thonë, normal si kretë njërës. Një jetë rutinore që paka shumë e kanë gjithë, po. Edhe ato, le themi, punë të vogla që mundohen gjithë. Do me thonë, nuk e kam problem, të them me qunët e lagjës, me dalë, me këshyrë në qashin do një loj futbal, për shemë me papuqe, me shorca, do me thonë, normal. S'ka ndiku as pak kjo pjesa, që tash pjesë e teatrit, operës, mendoj që tash sa vite dhe karriera, gjithçka prap gjenë kohë për gjithë. Kom pas para gjykime, do me thonë, prej njerës që s'm kanë njohë nga afer. Do me thonë, pasi më kanë njoftë, kanë thonë, po kjo baleti s'ko ka palet qka, se shumica nuk... Realiteti është që Shkupjan, jo vetëm Shkupjan, po përgjithësi shumica, do me thonë, jam paragjykus, për shumë sene, si të them, pa me prej gotën, s'di qka ka në gotë. Po janë pak paragjykus në disa arta, sidomos kur bëhet fjalë për gjinin mashkullore, ta themi kështu. Sidomos për djem, po. Edhe shohim që nuk kemi mjaftueshëm, je i vetmi apo jo nga momentalisht tash me nëntin mu i baj 18 vjetë që jam i punësuar në operën dhe baletin. Shqiptar s'ka, do me thonë është një fërvajze viola më duket e ka emrin, ende është në shkollën fillore. Shpresojmë që do vazhdoje. Ke edhe një djalë shumë i talentun, Dion, më s'ka bofshe, pa të emrin edhe shkollën e mesme e kriti, po më duket që në Amerikë përfundoj. Momentalisht të në është shumë problem. Zdi. Pak ndoshta vjen nga ambicia, pak nga paragjykimet, pak edhe nga mundësitë që i ofron, se jo gjithë artet zakonisht e ne nuk është që vlerësohen shumë edhe. Ndëgjo, për shembull unë e karrierës tënë, kur ja kom fillu, do të me marrë dikush qysh më të spjegue si iniciativë? Iniciativë që me e spjegu, shemë me pasë, nuk do me thonë që unë me ba do një projekt në për shkollat fillore të mesme, po tjetër kush. Ta kendi këtë që t'ju dheqë rrugën. Po, si për shemull, unë gjdo ere për meni edhe e faliminderoj gjdo ere mi ngajën. Për shak se aju ba shkak. Se si them, si i vogër, kom pas shumë qef akrobacione. Për shemull, në shkollën fillore, prej kati dytë, me rotullime, prej nalë poshtë, dhe pa ta ndëgju që në për shkolla, pas ka vale. Dhe rasisht më ka pa e mi gagja, si për e që me dur në për shkallë, më ka thonë, ti djela e të salë. Se edhe shkollët, ka të drejtën, nuk më ka hecë bash mirë, po, si të themë, për punë fizike, me më konë maj talentum, të themë. Edhe pa ta fillu
valle, derisa e bën një mosh. Do më thonë shtu nisi gjithë rrugtimi yt me vallëzimin dhe baletin. Prej te salla e shkollës fillore tana në Emin Durak, se për këtë shkollave si them, ti do vish, okej. Dhe pas një kohë fillum edhe si do hapat baletit, them, tregoj drejtën, s'kum di çka baleti. Vetëm kum dëgju çka baleti. Edhe filloj Adrian Gaxha të këndoje, karrierën e tij, dhe fillum edhe si kërcim modern, kem qenë tepër të vogël. Dhe si pak, thëm, e valle dhe pak si modern, më hini pak si në qef. Dhe kur u desh mu regjistru shkollën e mesme, si krejt, që dim, jo në Cvetan Dimov, jo në ekonomi, kur Emi Gaxha tha, ku e regjistrua, thash, jam të prit, thash, dukun këto. Tha, jo, tha, vetëm të baleti. Po problemi u kanë që unë një fjallë që këmë ditë maqedonisht. Unë jam generata që s'ka pas... S'ka pas paralele po në Shqip. Edhe unë pak shumë e këmë pa, edhe tash e kam problem, se për shemëll 90% e kohës e shoqërisë e kam Maqedon. Edhe kur flas kështu, do njerë edhe shkretoj me një fjallë, me thonë, edhe në gaboj, e thuja, balet, thë që po shkoj e balet. Ende se di që pash balet, po kur shkova mu regjistru, kur i pash, si na qim para gjikus, me helanka, me kësisene, thash. Unë e kështu edhin, po me kalimin e kohës, e pash që nuk ka baleti që e ndryshon një moshkull, një burr, me thamë, një fjallë, me dy rëja, po është karakteri njerit. Qashtu. Do më thonë, u regjistrove, atë vit more vendimin u regjistrove. Dhe se kom qenë shumë problematik, të regova, kom pas shumë qef me provu akrobacione. Edhe fillova të në pastaj edhe hip-hop, edhe breakdance, do me thonë vetë pa profesor, se të në traljan. Dhe të në e theva këtu, e theva dorë, e theva kamë, do me thonë, po në faka jem që pa të qëllu një profesor nga Rusia. Dhe a i tha, unë e kam të marrë në dorë, edhe pa të ushtru shumë e ta, e drejtori i teatrit, Kire Pavlov, që sot ma vetëm shok e kam, thuja që të regova edhe parzit, nuk më hecë, bashkë mirë shkollës, nuk më pat hecë, pa të ardhve laj, aty tha, ngoni këto, ky talentin më vinë teatr. Për historien e këti shtetit, ati shtetit, nuk më intereson, tha. Kjo më vinë të teatrit e marrë. Edhe ashtu pa ta fillu, para se me kry shkollën e mesme, unë vetëm se fillova repertoarin e mësova këtë Arthysin, liçeni, se shqip pak probleme kam. Po liçeni Mjellmave, do më thonë klasikët që i ka baleti. Po, këtë Carmina Burana, këtë shanë shfaqët, do më thonë unë vetëm se hyra në repertoar, edhe se e përfundova shkollën e mesme. U bërë pjesë më po e teatrit. Më thonë desha apo s'desha ti gjatë rrugës tënde ta zgjedhësh baletin, baletit ka zgjedhë ty. Po, edhe unë jam i knaqët, për shkak se s'di. Unë çdo njeri do e sugjeroja, sidomos nëse do me pa edhe botën, edhe me pa kulturat shumë të, edhe e ndryshon pak njerin. E ban pak, se si them, na sidomos gjenerata jem, jem ka në një gjenerat pas luftës, e dim ketë shumë mirë që kemi ka përcy, qysh tek. Po, për fatë mirë, që si për shemëll tash, se edhe asë më pushim, se të regova, se edhe është që kam qef edhe privat punoj, për shemëll, si Gold Felicia është një show bajmë, kabaret show, thuje, jam shumë i garkum që edhe me një fjallë s'muj me ndejt me një vend. E kam problem.
me shku në pushim për shembull, unë më shumë se 3 ditë s'u baj. Do të thonë një njëjti person si fëmijë. Po, kam qef, do me thonë edhe si në shtëpi, si kështu, për shembull, nëse s'kam çka të baj, marrë diçka, si të them, në obor, diçka, do me thonë, palën e druan, i them, baj diçka, do me thonë, vetëm mos me ndet, do me thonë, si për shembull tash që jem të përgatitur, që jam, do me thonë, prej, si them tash, prej këtë Ballkanit, i më zgjedhë se ja harrova emrin atij producentit në Belgjik, që do të bëjmë një shfaqje për krejt në botën, do me thonë tash e kam në emër, kam këtë Evropën me dhonë atë shfaqje, që do me thonë diçka risi me dhonë. Do thonë do jetë si tip turneo? Do me thonë, kam e qenë balet, kino dhe fjalim. Njëtën kohë, do me thonë momentalisht nuk ka si shfaqje kërkun, po ideja ati, jam shumë i kënaqur se prej sa balerinëve jem vetëm afër 13-14 persona në shfaqje që jem. Do t'jetë klasik modern. E them, s'po di çka me thamë, më shumë. Është arritja e madhe, apo kur e mendon një fëmijë nga Çajiri që dikur edhe mes paragjykimesh, mes mënyrës si jemi rritur e gjithçka tjetër, sot ka këtë karrierë, këtë rrugtim. Si them, për çet paragjykimin që tham, çdo herë unë marr shembull Kosovën. Edhe pse jo pse kam ardhur prej Kosovës, po realiteti është ajo, për shembull, se kom pas ofertë edhe atje me shku, me u punsu, me punu atje, po çdo herë kom thonë jo. Pa ta punuar edhe këtu në ansamblin e shtetit, Këngëve dhe Valleve, si asistent koreograf, them, i përgatitshëm për thuja për gara, si Shkodran Tolej atër ka qenë, edhe mirë shkoj, po problem pak mentaliteti jonë. Për shkak se unë çdo herë tham realitetin. Do thonë edhe matë fjalën. Ju tham çato çka mendoj, e tham. Si tash, si them, si mu ta shpjeguaj, si kamarjeri, tash me ardhë më të shit gast. E tash, une nëse jam balerin, ose jam valltar, edhe vetë kam qenë 18 vjetë valltar, 17, do me thonë, punoje punën, krye, në bas orarit, knaqo. Edhe si në fillim pak, si them, kjo gjenerata pak me re qka është, se nuk më kuptojshin botën. Se për shkak se unë i thojshë, o djem vajza, deri se i kem provat. Unë jam Amerikan. Këta e kam prej emingazës edhe prej një profesorit nga Ukrajina. Kur thua Amerikan, çka nuk kupton? Do me thonë, nuk njëf. Okej. Me një fjalë, baba, nana me qenë. S'shkon asgjë më hatër, do me thonë, në Me gjithë në hatër mënyrë s'ka. profesionale, po. Për shkak se ai problem është mos t'hitash, ai problem është njët, si them edhe rrethinën e tenam politik. Sonë smirna me politik, po se shumë mas më kalon politika me një fjalë, realiteti me folë, se mi vetë këtë politikant, përveç që se tash se kam kojshi arta në grubi që di qka baleti edhe ja di vleftën, tjerë as që e din që është do një shqiptar aty i pënsun. Përgjithësi komuniteti artistiko-kulturor vazhdimisht ka problem. ankesa. Do me thonë edhe, si them, fillova me mbajt provat që në ansambl, e fillimi ka qenë pak si zor, po tash shumë herë kur i takoj kështu, se unë jam njeri thjesht edhe në rrugë. Do me thonë, qaj që jam në shtëpi jam edhe në salë, po në salë kur t'jam, ata 2 orë, 3 orë, koncentrohesh, e krym punën, a do me shku me pi kafe, a do me shku në pishinë, a ku do me shku të i lidhje. Disiplinën që e je baleti, deshëm apo s'deshëm, e implementon edhe në jetën e përditshme
të shfutë edhe në jetën e përditshme, apo si të them, unë është diçka që ngelet në skenë? Unë jam karakter i hapun. Kam qef shaka, ajgare, dhe me thonë edhe e kam një të mirë që nuk foli prej anësh, po ja tham direkt një çdo herë. Edhe se di mu, për shembull, s'm ka ndryshu kur gjallë. Do me thonë prej shumicave, shoshrin që e kam që janë të punësum ushtar, apo polica, çka janë, do me thonë njëti jemi që ata. Unë e balerin, a i ushtar është, më njëti karakter gati e kem. Do me thonë rrethina në varët, shpesher. Momenti më i sikletshëm nëse ka pasur, që të ka ndodhur ndonjëherë në skenë? Në skenë, ka pas pak, si s'di, pak si tranës e sikletshëm jo, se çdo herë edhe kolegët më bajnë çfarë tipi e, se edhe në prova, çfarë tipi e thotë, mendsi që pret me dalë në skenë. Sidomos kur ka publik, mu më hyp gjysh adrenalina alo ma shumë. Edhe kam qef sa ma shpejt me hy në skenë edhe me kërcy ma shumë. Se di pse kam atjesi. Stresa përjeton? Jo, do me thonë unë e kam të kundërtën, unë me nëzit që pres. Sidomos kur nuk ka publik, tregoj drejtën disi si me zorë. Si me qëtime që thojnë. Edhe thuja, siklet shumë jo, po ka pas raste që para premierës, se kam, si të them, që të regova parzit për me mësim lexim e kam pak matran, po për çështje fizike e kopjoj shumë shpejt. Vje shumë natyrshëm. Po, dhe çdo herë të puna, për shembull, si atëre, më pa të thirrë në telefon, tha, ka shku kolegojat në operim, tha, zbesoj që tjertë, mujnë me mësu për një ditë, tha po vje, e që atër pak, ciklet se edhe pse jemi partnere, sa të një gabimi vogël, ja e nëzirë krajnë, në kryta. Brenda një dite? Po, edhe me sukses. E mundshme? Po, kur do, mundet. Okej. E pas shumë roleve që ke luajtur deri tani, cili të është dukur që ndoshta ke japur më shumë ti nga vetja jote? S'di, çfarë them se secili ka rolin e vet, karakterin e vet. Njët, vetëm se për shembull unë, si them, kur jemi në sallë, kam qef të jap energji të mirë. Do me thonë, me thonë i kaminati, ignoroj njerëzit që ankohen shumë, për shembull. Of, nxet, of s'po muj, of s'ka ajër. Do me thonë, çdo herë energji negative. Kur mund, për shembull, energji pozitive, edhe qata 2-3 orë që i ki punë, dokën si 3 minuta. Shpesher edhe, kur jam prova, nuk e jap, për shembull, me hy 100% në rol. Në salë, se me vetit tem, për shembull, i tham, po bash bajat, me një fjalë, se për shembull, duhet artisti si artist, se baleti, për shembull, e ka pak ma ranë, se aktor, për shek se theme kvazi moda, ti duhesh mos pari të mesh librin, filmat i këshysh, do me thonë, me hin trip të rolit. Me mitu, për shembull, qysh duhet bash. Do me thonë, të veçan diçka me jo, po ka pas raste, për shembull, koreograf prej Italie, prej çdo në prova, më thoshin pse s'pe bam, pse asë thosha, s'po du veti me babajat, po në shfaqe e shohëm. Ta në mas shfaqet ishin bravo, dhe me thonë me sukses. Përmëndet që ke pasur lëndime, besoj gjatë gjithë këtyre viteve karrierë, ka lëndime, duhet shumë mund për ta mbajtur trupin, shëndetin, edhe po ashtu rolet që do i prezentosh në skenë. Për neve që e shohim baletin si diçka të bukur, diçka që vime, vizitojmë ndoshta një herë në muaj, ose beso që çka ka mbrapa pas kësaj pune. Ka edhe ne që për shembull prej dhamin kam dur, edhe pagjumësia të mytë. Se do me thonë, prej dhimtave të muskuleve do njerë edhe s'mund me flej. Për shembull që edhe një rast kam të tregu,
na ftun në Katar. Me lyt një shfaqe dhe ne qyshim pak ma kështu shokt atë natë në 5 mëngjesit e kisha avionin për fluturimin për në Katar. Në 12 natës shokt se si tregova kam qef me vrapu, me bo diçka, do me qenë aktiv non stop. Po, dhe hajde lyna futbal. Thasha më në 5 ora e kam avionin. Po e bajna lindim, si me dit. Dhe shkohet luj futbal, kur ka më diçka bani, po thash në shti sa se. Edhe shkohet është pak më herët të shpije, bona tushin, u vesha ketë. Dhe tash në avion, për sho diçka kama këpucas, po muj mi nëzirë. Po, do më thonë ka fillu tentat, po. Po, dhe kur mbrita atje në Katar dhe në hotel, në spitregoj as drejtoreshës, as kërkujt, se problem. Kur heka me nëzik pucën, një kolegi e mu mi moj, do me thonë, e kisha pasë, që thojnë të kristat plas, që thojnë ata, dhe që është u desh me lytë edhe shfaqë. Pas shfaqës të në udesh injekcione, në infuzione, e sem përdim të, se përshkak se... Mjeku udhëzoj të vazhdoje me shfaqën, apo... Jo, ne nuk të regova. Nuk të regova, Nuk të regova. Në bas shfaqës të regova, thash, kamën prej shkubi dhe kam kështu, që shinit e po tash. Këta në... Qysh janë, sidomos, ana femrore pak më ndjeshëm, që kanë qef me të bërtite, po kaluse, çdo sena kaluse. Çdo gjë kaluse, gjithsesi sakrificat vogla apo që duhet bërë për baletin. Do zgjidhje përsëri si profesion, si jetë, si karrierë? Tregoj drejtën, po. Se, si të them, unë çdo herë edhe kështu shumica e shokëve thojnë pse si ne pa na balerin. Sepse si të them, ushtrime banë si kur je fëmi shumë, po tana e ki shumë atlet. Për shemë, për shkak se ku të shkojsh, dhe më thonë, si në baletë, si në ensemble, ku të shkojsh, e ke 2-3 orë prova. Dhe më thonë, si para shfaqës, dhe më thonë, e ki 1 orë në zemje, ose gjysore, në zemje, shkon dhe vesh kostimin, shmykohesh, grim, unë që shpi kafe pret pjesën, e lu shfaqën 1 orë, 2 orë, së tashtë. Edhe... Kjo është pika që ka ardhur ama pas shumë viteve, apo si fëmijë, trajnimi edhe puna. Si them, do persona për shemë dhe kanë, unë i them, darë prej Zotit, po do e kanë edhe me shumë punë. Unë çdo herë them për vitin tem, dhe kam, si them, prej Zotit. Për shkak se unë i para shkollimin që i quajnë në balet, dhe më thonë, kam kolegë edhe më thojnë, Hakim, sa vjetë i ke ba balet? I thonë, vetëm 2 vjetë. Dhe më thonë, shkollën fillorën s'kum qenë, që thonë këto nizho, që i thojnë para shkollimit me që fëmin në balet. Si tash, për shemë, tash i kem shumë te për malet. Dhe thuja, unë s'kam qenë, jam kom qenë vatar i thjeshtë. Plus që shumica fillojnë në moshë shumë të reja, po jo? Po, prej klasës parë dytë. Dhe me thonë, unë, si them, direkt në vitin e parë. Edhe 1 vjetë e gjysë 2 me, jo dora, jo kama, jo kjo thy, jo gipsi këto. Dhe me thonë, për 2 vjetë, arrita si me pas ushtru 15 vjetë. Falë, thuja, Zotit, se këtu ta ka dhënë në një fjallë. është diçka dhënë edhe... Se edhe kështu për shemëll, që të regova, edhe në salë, nuk më lodhin edhe koreografët shumë për shkak se nuk kam probleme mua, thojnë, Agimin leje se aj për 2 ditë, 3 ditë e mëson, thëtë. Po të mirëmi me këto tjerë që na qajtën kryje me një fjallë. Thej që po ashtu edhe udhëton shumë, baleti bën udhëton shumë, njoftosh kultura të reja, njerëz të ri, edhe ndoshta të eksplorosh më tepër, dish më tepër, të hapet horizonti më shumë apo jo. Po,
do me thonë, sheh shumë, gjdo lloj kulture, po gjdo të them se merë atë mirën. Ku të shkojsh, merë atë mirën, të keqen leje. Po edhe karakterin tënë mos e ndrysho. Se dhe bënu aj që je, me një fjalë. Për shkak se peshofmi në ditë sodit, 90% i ketë falsë. Si njerës, si në haje, si në gjdo sen ma u ka ba, ketë. Ti e di që të të gënjy në sy, edhe i beson, me një fjalë. Po në gjithar thamë, se me shok, kështu, në lagje, kër bajmë muhabet me një fjalë, thot interesant, s'ki ndryshu heq. A shkove në televizion, a shkove me nëjë teatr, apo je me nëjë politikan, unë jam qaj. Edhe busqeshi, edhe kam qef, si të them, me ba shakaja, ka njerë që më bajnë, ka dalë edhe në qish po foli, dhe me do njerës, ajo është edhe ajo njeri. Po, fix. A ndoshta ka nevoj bashkë për qësi personi, dhe me thonë pak me liru vetin. Se gjdo herë njerës që janë të jetu si të theme, në fantazia, në andra. Se cili jemi njerëz edhe fundi a fundit as kur s'është me lartë se tjetëri. Po, dhe me thonë njeri, normal, qaj karakteri, edhe ma mirat mirës o që ja. Me qënë se jemi në verë, se fatkeqësisht edhe po në afrohet fundi i emisionit, dhe pak nuk është minutajit që t'i bëjmë, si është vera ideale jotja? Për momentin, të regoj drejtën punë, ushtroj, se kam filluar diçka, si them si një mini shkollë, ata e kam, po ndoshta me në emision tjetër, dhe shpalos. Okej, dhe lëmë surpriza atër për një tjetër. Dhe, si them, që të regova dhe me kabareja, Mirna, po Mirna edhe me punë të shpijes, të regoj drejten për pushim që shpesho se vjetë pak problem, po mirë, dalë me shokë kështu në përqerë, ndokun në qajtore, si që kemë në sokë me sa. Takimet më shoqërisë mungojnë gjithsesi këto ditë, edhe pse... Me çdo kanë, do me thonë, si them, jam tip që me fëmijën bona fëmijë. Me shokët e lagjës jam me rritë prej fëmijës, së një bona tina unë intelektual, me thome një fjallë. Me hoxhën, kam qef me ngu hoxhën, si thot, se është me i di shumë, dhe me thonë, dush, me gjdo kënin, dush me ditë të përshtatësh edhe po. Gjithsesi kur bëjmë pushime, preferojmë pushimet më relaksuse, apo e ke gjithçka të planifikuar dhe aktive? Apo kudo që të sjell dita? Unë jam tip që kur nuk bëj plane. Se gjithë herë që ku më bë plane, 4-5 herë, do me thonë më kanë dështu. Për ata nuk gjithë herë thamë, nuk bëj plane, del ku del me një fjallë. Po ndonjë vend ku do ktheheshe përsëri ka në botë? Tani flasim qoftë në pushime, qoftë me ke qenë ndoshta me baletin ose me qëllime tjera. Ka shumë. Për më knaq, Portugali. Do më thonë Albufeira, po emnin qyteti, do më thonë qyteti vogël, me dete, qetësi, relaks, më knaq. Po për kështu, do me thonë, si të them, për ma gjatë, kisha preferuar për shemë Katarin, Riadin, do me thonë, se kisha ndru për shak se me një fjallë, pa lidhe me thonë, po kanë më ngëdërshtu, do me thonë, në këshyrëm kultura, po në fakt kultura ishë qenë që atje. Se do me thonë, nuk ka kultura vetëm me ndëgju muzikë, me kërcy, me ba. Do me thonë, kultura është edhe nëse telefonin këtë e këmë lanë, aty këmë e gjetë. Aqë nivel pastërtia mas flasmi, do me thonë, shumë sene që je relax, do me thonë, nuk e lodhë trunin që ka më ndodhë.
ndonjë fatkeqësi apo diçka, jo, për atë sen, do me thonë, njëri atje, si them, do me thonë, afër 15 ditë e kam qenë, po ata 15 ditë si 5 minuta. Më kanë kalu për shkak se nuk ishin 99% njerëzve, tham, nuk ishin për shembull, jo ki kështu, jo, ai kështu, jo, si qysh janë për shembull, në Evropë ku të shkojsh, po atje me nxit që e prit ke me lind dielli që më marrë me vetur, jo për shembull vetëm mu, po gjithë secilin, po. Po. Edhe me shkue për shembull me busqesh, me shku atje këtu, dhe me thonë me kalu ditën sa ma mirë. Dhe pas stres, se mund pa ndodhë një kulet, si e thojnë. Në tokë edhe une pse morë, dhe me thonë, edhe hypa vetëm kështu nalë, aji menagjeri tha, ktheje ku ke? Thash po, ka marrë dukush, o vetëm tha, ktheje ku ke, tha. Se kjo, tha, kulet i shkon një shtëpi personit. Dhe me thonë, për kulturë, për shumë sene, për jetesë, dhe me thonë atje, shumë ma mirë, po për, me një thamë, si të them, pak më më rëktim, le ta quajmë. Po, dhe me thonë, pak ma një fellit, Evropa, po, këtë tjetër është. Po, dhe vardë për shkak se tash, afer 70 shfaqe, i patëm Belgjikë, në Gjermani dhe Hollandë. Dhe tash do i kem prap në Gjermani, Hollandë dhe Belgjikë, po nga 2 shfaqe në ditë. Dhe nuk i edhe atë shko, për shembull, që më aktru, më ba, dhe me thonë, e shenë normal, se që edhe në qytet, kulturë, gjdo sen, kiko me papo, lodhësi është me një fjallë. Lodhësi. Po. Çfarë janë planet momentale? Momentale, si di, unë për veti se për shkak se dhe vjetë koha e ban mosha, e ban të vetën. Se mendja thot, mund është ala mu silë në kryje, po. Dhe me thonë, momentalisht që kam dëshirë që t'ja filloj edhe do projekte, për shkak mirëna edhe me shkolla, me kësisane, që mirëna edhe pak me rinijën to. Ashtu. Si pe thomi haptës, kështë sidomos edhe për djemë, pa edhe për vajzat. Se mujnë edhe njerëzit me këtë shkuptue, po e pa ta thomi një emision në moti, po më pa të në kritiku dhe shok, pa apet e thamë. Unë e vetë kam fëmi, 3 fëmi, edhe unë e kam vajzë, edhe dë vllave të shemë. Po, mos u mirë me paragjykime, se arë thamë, shka flasi njerëzit. Për fëmijën tim, për shembull, personalisht, më mirë e shoh e punësuar të baleti, se si kërcen me një partner, po e di që e ka një të ardhën që e garanton vetë. Se që kejmë të pa, e Zotin arrujt, që thoj. E ata kam shumë qef që, për shembull, edhe me rinien tonë pak më marrë dukesh. Se për shembull, unë nuk i kundërshtoj kur Pala Macedone s'kan kur gjama te për sena. Po pse atje me pas në çdo shkollë, në çdo, dhe me thonë me pas e fëmijën aktivitet. Se sa në tonë ditën TikTok, fëmija më mirë ja futbal, apo basketball. Me artë ose me sporte, po. Do me thonë, më marrë me diçka. Se për e shoh se rinia jonë TikToki. Fatkeqësisht. Problem. Unë falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësia me gjithë këtyre projekteve që je momentalisht dhe lodhjes, pasi si përmendë as për pushim për momentin nuk e ko, që ishe mes nesh dhe uroj që të kesh kaluar sa do pak sa bukur në këtë pasite verore me neve dhe uroj që ritakohemi sërish, sidomos për atë mini surprizën të quajmë shumë mini shkollën që po përgatite dhe diskutojmë më tepër edhe shumë suksesa. Faleminderit shumë, ishte kënaqësia ime.
E dashur të dashur, me kaq po ju përshëndesim ne edhe për sot nga Vera në Pasdite, duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje. Thank you.